Me shumë kënaqësi sonte po e takoj për herë të parë një ndër këngëtarët mendoj më të mira shqiptare, Pandora, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, si je? Mirë, faleminderit. Shumë bukur po dukesh. Faleminderit shumë. Merita. Kush është kujdes? Është kujdes Julza Sulejmani, me cilën e kam edhe përballë. Hajde Julza. Hajde du ta prezantoj. Është edhe dizajnere në ardhmëri, është shumë e suksesshme, shumë talente, edhe është kujdes domethënë për gjithçka për mua, vetëm tek flokët është marrë dikush tjetër. Sa po deri këtu është Dona në studio ku Xhilani nuk e ndroi. Domethënë këtë në Xhilani vuaj. Okej. Sa është e vështirë me punu me Pandorën? Është tepër e lehtë, e din çka don, po dhe unë mundona me bë maksimumin për ta. Siç përshihet sonte. Edhe po duket shumë mirë, shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Pandorë, me që jemi këtu, po du me t'i bë edhe do pyetje tjera, çfarë të bë me projektet e reja, kur del kënga e re ndoshta? Me thënë drejtën, i kam bo disa këngë që janë punu dhe tek Arben Bea, tek Shkrusi, te Fisniku, pastaj kam edhe te Energy Bendi, akoma pa i marru, po na lodhin këto griprat, kohat, edhe gjithmonë po jam shumë me inflamacione që s'duhet me qenë edhe po mes pak mrapa, po gjithsesi shumë shpejt. Domethënë le ta kem surprizë, mos të dalje pak. Po e thash nuk bëhet, që kështu ta lej pak enigmatike. Qysh është vera për ty me dasma? Mirë, faleminderit Zotit, mirë. Jam e kënaqur. Përveç dasmave, a ki edhe evente kështu live? Kam edhe evente live, domethënë ku do performojmë gjatë verës edhe nëpër Kosovë. Por gjithsesi, në përgjithësi është mirë. Domethënë është na vret Zoti mua në klub. Me shëndetin mirë? Mirë, kam mirë. Pak marrje kilesh, po do i hekim. Po, mirë, faleminderit. Po du me të pyeta diçka për fond, e di që jetu e bën një këngë për Oelin, djalin e Shpatkasapit. Tregom ku është ky projekt edhe kur del edhe pse kjo iniciativë. Faktikisht nuk kam është diçka që kam qef me majt. Konga faktikisht është kënu, se është bo për momentin kur kam bo tek Labinoti, kemi qizu një emision, edhe aty për aty domethënë e kam bo tekst, faktikisht e kam kënu atë kongë, e kemi bo me kolegët me violinë dhe me piano, drejt për strejt, edhe ka qenë që Roeli kur ka nisë me fol, atëherë aty ka marrë atë idenë që ta shkruaj një tekst për zemrës temë. Por a do bëhet videoklip, nuk e di, por nuk po du më shumë e ranu, se është qështje personale dhe nuk kam qef edhe me përmend, por do Zoti i gjithat mirat. Faleminderit shumë edhe shihemi prapë, shumë suksese këtë sezon. Shumë faleminderit.